Do t'ju pyes edhe për sa i përket gjyqit ndaj presidentit të Partisë së Lirisë, po bën gati 2 vite që ai qëndron në paraburgim. Në izolim ekstrem, në fakt, është një nga pyetjet që dëgjojmë shpesh kur takoj qytetarët. Përse zoti Meta vazhdon ende në izolim ekstrem? Ka mbaruar seancat paraprake, ka mbaruar hetimi, jemi në fazë gjykime. Dhe ende mbahet në izolim ekstrem me të drejta të cilat nuk i lejon intervista me ju, nuk i lejon takime e tjerë me radhë, dhe nga ana tjetër ajo çfarë ka kërkuar zoti Meta në këtë moment është transmetimi live i gjykimit. Çka do të thotë si një shtetar i cili ka drejtuar vendin si kryeministër, si kryetar kuvendi e tjerë me radhë, ka obligimin e tij qytetar që të ketë një llogaridhënie të plotë ndaj një akuze totalisht politike, ndaj një dosje totalisht politike, pa fakte, pa prova. Më thoni një letër, më thoni një dokument që kryeministër Ilir Meta, kryetar kuvendi apo ministër ka firmosur dhe i ka sjellur ky dokument dëm buxhetit të shtetit. Nuk ka asnjë të tillë. Dhe në këtë situatë kur nuk ka as fakte, as prova, as gjë, nuk lejohet transmetimi live në kohë reale për gjithë qytetarët, mbahet në një kafaz të qelsh në mënyrë të padrejtë, pra nuk lejohet as të qëndroj pranë avokatit të tij në mënyrë që të ketë komunikim dhe është një cënim i drejtave të njeriut që është tashmë e qartë edhe nga Komiteti i Helsinkit në raportet e saj apo nga avokati i popullit, por në këtë situatë që jemi kur kemi mbyllur, mund të themi edhe masën në gjykatë kushtetuese, e cila dha një vendim e paktësh të them absurd, por një vëzhgues i jashtëm krijoi bindje në anëtarëve të gjykatës kushtetuese që masa ndaj zotit Meta ishte e drejtë, pra një vendim absolutisht jo i mbështetur në fakte dhe në prova. Tashmë po përgatitet dosja për të shkuar në Strasburg me avokat shumë të mirë, me profesionistë shumë të mirë që absolutisht do të gjejnë të drejtën, jo thjesht të zotit Meta, por të çdo qytetari që i cënohet e drejta dhe që përndiqet për shkak të vërtetave shumë ndaj që ka thënë zoti Meta. Mos harrojmë çështjen e detit, mos harrojmë çështjen e kufive të Kosovës, mos harrojmë që kur ka qenë president ka denoncuar aferën e inceneratorëve, mos harrojmë atë etj me radhë. Kapjen e gjykatës kushtetuese me betimet të Lana e gjitha me radhë, dhe që ka denoncuar i pari kapjen e reformës në drejtësi nga ana e Edi Ramës. Pavarësisht kësaj, zoti Meta është shumë besimplot, vazhdon gjykimin në themel, 2 kërkesat e tij të drejta për të pasur një gjykim të hapur dhe për të mos qëndruar në kafaz hidhen poshtë në mënyrë të padrejtë, por absolutisht që betejë do vazhdojë në Kush e do meten në qeli e fundit? Kemi 30 sekonda kohë. Pyetja është retorike. Urdhrin për arrestimin kriminal, që nuk është thjesht për turpin e këtij shteti, po për turpin e gjithë Shqipërisë, që ish presidenti, ish kryetari i kuvendit, tërhiqet zvarr dhe rrëmbehet në mënyrë kriminale kur ishte përgjigjur gjithkohës drejtësisë, kur kishte pas një raport shumë korrekt me drejtësi pikërisht. Çdo ditë në media. Patjetër, dhe goditja ndaj zotit Meta, goditja ndaj Partisë Lirisë përpara zgjedhjeve të përgjithshme, padyshim ishte një goditje për opozitën, ishte një konfirmim për mandatin e tij të 4. Por absolutisht që betejë jon do të vazhdojë dhe zoti Meta është i qartë se kush e do në burg, sepse të vërtetat e tij padyshim që nuk i pëlqejnë shumë qeveritarëve dhe Edi Ramës që dha urdhrin e rrëmbimit të tij dhe të dosjes së tij politike, por absolutisht që e vërteta do të triumfojë, sepse ajo dosje nuk ka asnjë fakt, asnjë provë që të ketë dëmtuar qytetarët shqiptar. Zonja Xhixha, falenderoj që ishit me mua. Faleminderit juve. Ndërsa ne do shkojmë në hapësirë publike.